Mësues për rreth një gjysmë shekulli sot në pension dhe autori i 14 librave Nadir Erkoç Zhabiaku, veterani i arsimit shkodran, shpreh shqetësimin për rënien e theksuar sipas tij të interesimit për të pasur biblioteka nëpër shtëpi. Ne na kanë vetë ato bibliotekat tona sepse unë shoh që rinia nuk po ngacmon veten me bë bibliotekat e veta. Ma moderne kuptohet, me gjuhë të huaja, por ne po ju trashëgojmë. Por sa përqindje, as 10% mund të mos jenë në qytetin tonë që kanë këto biblioteka që ju trashëgojnë familjeve e fëmijëve të vet. Kështu që është një thirrje e një mësuesi të vjetër, e një qytetari të vjetër, të dashur të ri e të reja, kthehuni te libri. Erkoçi thekson se megjithse kanë kaluar shumë vite nga rikthimi i lirisë së fjalës, lirisë së të shkruarit dhe të botuarit ende nuk ekziston në strategji për afrim sa më shumë të librit me lexuesin, veçanërisht me të rinjt. Kjo strategji jo vetëm që i ka ardhur koha, po i ka kalu koha, sepse po bëjmë kaq shumë vite ta me shoqyr që po shkruajmë e po mendojmë e po lexojmë atë që na pëlqen ne, jo atë që na imponoheshin, por fatkeqësisht duhet thënë që akoma nuk është e vunë e vije pavarësisht se bën ca panajire e tjerë. Zotëri, a di çdo thotë të votosh sot. Vetëm ne që votojmë me shumë sakrifica e me shumë lypje majtas dhe djathtas, e fëmijët i kemi vënë në pozita të vështira në këtë drejtim, por dëshira për të botuar, dëshira për t'ju lënë si relike këto vepra të kohës sonë, sepse aty është përgjithsisht koha jonë. Teknologjia e informacionit ka avancuar me hapa të paimagjinueshme dikur dhe përrjedhoi mundësitë e informacionit janë të pafundme. Megjithatë, libri ka qenë dhe mbetet i pazëvendësueshëm, thekson veterani i arsimit shkodran, autori i 14 librave, 78 vjeçari Nadir Erkoç Zhabiaku.